Zhubaj thot se për përfundim të masës mbrojtëse është njoftuar nga zyrtari policor i trafikut në Pej, Avni Ibraj. Ata mune me marrë pyetje, po nuk kombone kush farë deklarimi, nuk ka si letër falsë aty, as të rrajsh me diçka, s'kur që ish. Unë kom dëshmitare, kom policin që më ka shti më shku, Avnia, policin në stacion Pejës. Më ka thonë shko, unë nëse kom po deklarim... Si përfundim ti do të thotë me një farë forme po e hedh përgjegjësinë mbi Avnion? Jo, s'pe hedhe përgjegjësinë mbi Avnin. Po më ka thonë, të ka dalë mos mbrojtës, unë nuk jam shku veç shkoj të paraqiti qështu. Unë nëse kom po deklarim të rem, pse policia më liru mua, e verifikojnë ata. A të ka lajmëruar Avnio edhe aktualisht tash që të ka dalë patën shoferi i ri? Jo, veç më shku, jo, kom qohet letrën që më ka njep, më ka thonë me qëtë letrën atë me mastër mujve, jo shku, ja kom jep Avnis qatë letër, më ka patentin. Bile kur shkova aty, tha, të kom pa, tha, apet të e vëzit motorë, tha, të e qume një rotë, zdi që më tha, kom e të vazhdu dhe për 5 vjetë. Zdi që atë këtë në e mora patentin edhe shkova. Si përfundim sa ka vazhdu, po veç ta ka njoh patentën? Po, që mora patentin unë edhe jetë, sa i thash, kaloni bukur. Edhe nëse kom bo unë e deklarim të rem, policia, se më liru mu dokumentin. Betimi për drejtësi ka tentuar të marrë një verzion nga Ibraj, por ai nuk ka dashur të flasë rreth çështjes. Dashta veç më të pyet shumë shkurt rreth një personit Selvidon Zhubaj. Për momentin një pauzë për njerë. Po, shumë shkurt, a i na ka thonë që... Apo më dëgjon një falë? Po dëgjoj që jam kompetent në klimë të kalzu për gjopë atë në veç. Po Selvidon Zhubaj na ka përmend që ju jeni njëri prej personave që e dini shumë mirë rastin e tij rreth patën shoferi. Sa të lëndaj që nuk s'ki nevoj më ndihmë për këtë punë.